Live from Tirana. Live from Tirana. 7 marsin njihet ndryshe si dita e mësuesit. Dikur dukej se kishte emocion kjo ditë kur shkonim në shkollë shkon bënim ndonjë gjë simbolike me mësuesit tanë edhe i shihnin ato me adhurim edhe si një lloj prindi i dytë. Por sot sa ka ndryshuar kohët, edhe çdo vit ka kronika lajmesh që sa kushtuan dhuratat që fëmijët i bën mësuesve, mësuesit ankohen, prindërit ankohen. Kush e ka fajin në këtë histori? A kemi ne më mësues të ndershëm apo nuk kemi thjesht nxënës që nuk din të shohin, të frymëzohen dhe të vlerësojnë më shumë mësuesit? Ndriçim Mehmeti është me ne në studio, pedagog në Universitetin e Arteve dhe jo vetëm, mirë se vjen në program. Ju faleminderit. Si ndihesh ti sot që është dita e mësuesit? Në fakt tani për të thënë të vërtetë se unë kam mbaruar për histori dhe përpiqem të them të vërtetën edhe edhe nxënësve dhe studentëve. Kjo është dita e shkollës kombëtare shqipe. Për shkak se nuk ishte ndonjë festë mësuesi dhe e donte diktatura e ktheu në festë mësuesi për një mijë arsye. Nuk duke hyrë mësaj, siç është festa nesër. Është e drejtave të grave, por nuk është festë e gruas. Ne e kemi bërë, po. Siç është 1 maj, festa e drejtës së punëtorëve, po jo e festivit të punëtorëve etj. Po ne e kemi përditësuar. Mirë është si gënjeshtra e babagjyshit dhe le ta pranojnë. Që është festa e mësuesit. Po është një festat që e gjen më keq arsimin që na krijimi i shkollës pa shqipe. Kjo është e vërtetë. Pse? Sepse çdo gjë është në varësi të situatës ku jetojmë. Është e pafashme sot që ne të kemi mësuesit më të keq paguar në të gjithë Ballkanin dhe Europën. Kështu flasin statistikat? Nuk ka. Statistikat ta thonë qartë, nuk kemi për lëvizjen. Kemi për turpin tonë nuk krahasojmë dot me Kosovën. Unë kam qenë për një trajnim një javë më parë, edhe ata nuk e besonin, më thoshte profesor thua të vërtetën apo jo. Dhe ata kishin paga më të larta. Po të krahasojmë me Malin e Zi, po ju them një studente që jo më lart se dje, më tha në Mal të Zi, tha në Kotor tezja ime 20 vjet punë arsim fillor 1080 euro. Ndërkohë që 1080 euro këtu i merr doktori i shkencave në universitet. Pedagogu merr 2000 euro, këtu nuk merr dot rektori 2000 euro. Dhe po të nisemi nga ajo që thoni juve, a ka mësues të ndershëm apo jo? Sigurisht ne jemi shoqëri, ka mësues të ndershëm dhe të pandershëm. Po në tërësi mësuesit janë shumë të ndershëm. Janë të përkushtuar, por kanë pasur një problem. Po pse ka rënë pra rëndësia e figurës së mësuesit? Ja them unë pse, domethënë cila është arsyeja. Dhe unë ju falenderoj shumë që më ftuat në këtë emision i cili ka një dëgjueshmëri shumë të madhe. Të falenderoj ne që erdhe sot. E para njerë e ke lënë në mëshirën e politikës. Pra ne vazhdojmë ta thellojmë politizimin nuk është se ka nisur tani. As para 10 vjetësh. Po është thelluar. Kjo është e vërteta. E dyta, i kemi ulur rëndësinë përmes keq pagimit të tij dhe e kemi ulur si figurë sepse nuk është më model mësuesi. Tani është model politikani, tani është model hajduti, tani është modeli Fortilagjes. Dhe ne ja kemi ulur figurën duke i thënë do të bëhesh mësues, po shko vuaj me atë rrogë që do marrësh. As familjes ke për të ngritur. Ne ja kemi ulur figurën mësuesi për shkak të presionit që prindi ka për notën. Nuk ka presion ai. Ke dëgjuar të thotë, ai thotë, vetë të thotë, si është djali tim, thotë, çka ka bër? Në matematikë si është thotë. Ai thotë, shikoj se ka ca sjellje, apo se fëmijësh do rregullohet. Or zotri, pyet një herë qytetar apo jo fëmia jote. Pastaj çfarë do bëj? Të bëj një pyetje, kush ju ja përcaktoi të ardhmen ju? Prindit apo mësuesit? Vetja. Apo jo? Në një farë mënyre. A ju kanë nxitur mësuesit? Po pa dyshim. Dikush të ka thënë që vazhdo se di të shkruash bukur në letërsi. Vazhdo se di të flasësh mirë. Dikush tjetër të ka thënë, shiko, mëso dy gjëra në kimi se ti je më i mirë në letërsi. Dakor, po ti vetja. Ne e dim, ne kemi qenë vetë të rinj. Kemi filluar duke dashur të bëhemi shofer dhe polic dhe kemi përfunduar pastaj në një profesion tjetër. Pra, ti njëre para bëhe qytetar. E dyta bëhet të respektoj, të ketë respekt dhe të japi respekt. Të jetë tolerant, mos të zgjidhi përmes grushtit, po përmes forcës së arsyes, jo forcës fizike. Këto duhet të edukoj shkolla. Ne këto ja hoqëm mësuesit, pse? Se e bëm shkresaxhi. I tham një herë smipin, një herë regjistrin, një herë tremujorin, po jo për këtë çarçaf. Ore ku shkon mo zotri? Ai është mësues. Ka një regjistër si në gjithë botën. Një regjistër që kemi pasur dhe unë dhe ju. Dhe atje brenda teje, po të vesh, të kontrollosh ty dhe mua i gjen të gjitha. Gjen mungesën, ku punonte babai im, ku punonte babai jot. Çfarë moshe ishte, çfarë sjellje ke pasur ti. Pra këto janë
që më duhen mua. Dhe nesër mua mund të më duhen jo thjesht për efekt nostalgjie, po do më duhen dhe për efekt studimi. Dhe ne si gjejmë. Ky është problemi që kemi ne. Problemi tjetër është që ne nuk e kemi promovuar profesionin e mësuesit si mjeku. Për shembull, do shkosh ti në, po themi qoftë edhe unë jam nga një fshat i Lushjes, do kthehem prapë në Lushnjë, me kusht që shteti të më paguajë studimet dhe unë të ri të shërbej atje 4 vjet me disa bonuse që janë dieta e ushqimit, udhëtimi, largësia, vështirësia e punës etj etj, që ta bëjnë tërheqëse. Dhe ai tjetri kur ti të thuash do bësh mësues, po thot, sepse mësuesi tim më ka thënë që e bie makina këtu, mësuesi tim merr 100.000 lekë të vjetra për këtë punë, merr kaq ushqim dhe në fund Adi duket i kënaqur dhe na jep mësim plot motivim. Sepse arsim do dhe ai që është në Tiranë. Pavarësisht edhe këtu është i diferencuar arsimi, ju e dini. Ju që të çoni fëmijën do pyesni ja 5-6 veta. Kush është mësuesi më i mirë? Po shiko, po ta çoj te shkolla Kosova se sa u rikonstruktua. Po Fanoli do kaloj me 2 turne mos e ço. Këtu mos e ço, pra. Luftë e madhe. Është një luftë shumë e madhe. Po dje zoti Mementi Sederela gjonin tek Shqipëria Live edhe ishte lajm shumë i madh në Itali që disa njerëz, figura të rëndësishme të showbizit atje, kishin zbuluar policia pra në një grup të strukturuar kriminal, prostitucion, në një lokal VIP-ash, ku ishte lokal VIP-ash, por ndërkohë ishte prostitucion i pastër, shitej kokainë shumë hapur dhe mbi të gjitha dy figura shumë të njohura italiane kishin pastruar 80 milion euro në Tiranë. Pyetja është, këto të rinj sot nga po frymëzohen për të vazhduar jetën? Me njëherë pas reklamave. Ku ka shkuar ky vend sot e ku po shkon me të rinjt, me mësuesit dhe ajo në fakt ku duhet të njihet si foleja dhe duhet të investohet më shumë, sepse aty formohet e ardhmja atyre që do të udhëheqin vendin dhe do ta bëjnë këtë vend më të mirë, duket si ne kemi lënë kështu në harres fare. Le ta themi troç zotin Ndriçi, apo jo? Tërësisht. Po tërësisht në harres. Po të kthehemi. Sot më shumë e rëndësishme është që fëmia i prindërve të ketë iPhone-in e fundit edhe brende që në moshë të vogël. Unë nuk e kuptoj që duhet brendi një fëmijë në moshë të vogël se sa të bëhet. Edhe ja mëson. I thua që shiko se e ke këtë lloj firme. Po është patjetër firme shtrenjtë edhe unë nuk e di çfarë. Dëgjoj, un kam thënë një herë në një emision që ore se po e bëjmë bashkëbisedim, më lejo ta bëjmë bashkëbisedim. Mos ndoshta zonë ndryshim ka ardhur momenti që të testohen ata që duhet të bëhen prindër. E kam thënë se ka përshtypjen që Borisi Përbinça. Ja kam thënë studentëve. Ka dy gjëra që na mungojnë. Siç testohesh ti për të marrë patentën, le të testohesh nga një psikolog, psikiatër, apo këtë diun, se ore sa javë tjetër rrisësh një fëmijë. Ja kam thënë studentëve, më thonë, kjo ta një student, kjo profesor ta duket antinjerëzore. Se gjithashtu duket antinjerëzore, po unë di një gjë, s'kemi arritur dot të kemi as bachelor as master për prindërimin. Për fat të mirë është i vetmi vend që e ka filluar dhe tani po e ndjek Suedia, Danimarka dhe shumë vende të tjera, Finlanda. Finlanda ka filluar një shkollë 1 vjeçare për prindrit. Kryevepër. Në të cilën cili është qëllimi? Qëllimi është ky, që ato që ju jepni në mësim si mësues dhe ato udhëzime që ju jepni, prindrit duhet i përshtaten atyre dhe jo ti drejtojnë në mënyrë krejtësisht tjetër. Pra nuk mund të ti bie njëri goshës dhe tjetri patkojë të thon shqip. Kjo është e para. E dyta, vim tek ajo që thatë ju. Ne kemi rilindase që shkrin pasurinë për Shqipërinë. Këta shkrin Shqipërinë për pasurinë. Ka që erdhën sot. Pse? Sepse ato godinat, nuk e thot asnjë që ato godinat që është shkolla e para shqipe, janë falur nga të pasurit. Godina që është e fakultetit sot të universitetit është falur Universitetit të Korçës. Është falur nga atje dhe të falur sot godina nuk të fal kush, sepse sot në 20 metra katror duan të ndërtojnë pallat, më fal. Edhe të marrin sa më shumë hyrje. Dhe modeli sot kush është? Modeli sot është i politikanit të korruptuar, që vjen sa më shumë dhe njerëzit thonë halal ja bëv zoti, që trafikon femra, drog, çfarë doj, që ka shtëpi, ka pasuri, që jeton në luks, që bën jetë TikToku apo ku diun si quhen, dhe në fund çfarë ndodh? Në fund ngelet shija e keqe. Shija e keqe e fakti që ai shkon në shtëpi dhe s'ka asgjë. Nuk ka asnjë motiv për të mësuar nesër ajo që tham neve dhe ka një problem shumë të madh, që po të kthehemi te prindërimi, një nga shqetësimet që unë ngrita kur dolën PISA, sepse kur doli PISA, njerëzit kishin si dolën në matematikë si dolën. Dolën kundrejt kiameti. Po më e rënda e di kush ishte?
fakti që drejtorët e shkollave tregonin që ne na vin vetëm 50% e prindërve interesohen për fëmijët. E imagjino ti tani 50% e prindërve. Po të tjerët ku i lën? Në mëshirën e kulturës së rrugës. Në mëshirën e kulturës së rrugës. Zoti Mehmeti, unë shoh çdo natë poshtë pallatit tim, si poshtë pallatit tim, njësoj. Po, në çdo pallat. Janë deri në 1, deri në 2, ka raste edhe në 3 gjatë verës të natës janë minoren dhe para një herë nuk shkon dot me ta të sqarojë sepse e kuptoj kulmin e hormoneve të tyre, po pyetja ime është, ora ku janë prindërit e këtyre? Në shtëpi. Sepse ai mund të larg qoftë, mund të zihet dhe mund të ndodhi një sherrë me thika, mund të bëj marrëdhënie seksuale tërësisht të pambrojtura, mund të marrë lënë narkotike. Të gjitha që ndodhe i marrin. Ore policia, ore prindërit, ore ku janë në këtë vend ti pyesim këto të rinj? Ka policimi në komunitet. Ka humbur gjushmëria në komunitet. Madje kanë vënë re që këto adoleshentë nuk e kanë më fare frikë në thonjza policin, pra nuk ka respekt. Fare, bile e kanë bashkëpunëtore, u japi lek. Kjo është e vërteta. Le të thotë çfarë të doj. Policia bashkiake dhe policia e shtetit ndalo këtu para ndërtesës juaj 5 minuta të japun një porosi ty, erdhi me vrap, të vuri gjobën iku. Aty që ata arrin deri në orën 1 që e din të gjithë, sepse kaq jemi ne. Mos na bëjnë sikur po kolonojnë Manhattanin, as New Yorkun. Po kolonojnë Shqipërinë. Shqipëria kaq është. Ore aty u them një gjë, ndodhi vrasja e të ndjerit, besoj keni për Martin. Apo? Martinit po, që dhe sot ne nuk kemi dot një përgjigje. Dhe për turpin e ministrisë ta ngjarja ndodhi në rrugën Qemar Stafa, turpi botës, se ngjarja ndodhi në shkollë. Ngjarja që ndodhi në Burrel tani se u harrua. Në një shkollë të mesme të bashkuar. Pa mund të më thuash mua në një vend si Burreli dhe në atë fshat ku të gjithë bien ku shohin të parë. Nuk e mori vesh dhe ata ziheshin sistematikisht, thoshte. Po ziheshin sistematikisht në Cakran, kaq vëndër Cakrani, rrihen në Metoq të rinë. Metoqi është një fshat që unë e njoh se jam në Delvina, afër Sarandës. Po i thash dikujt, po çfarë bëni më ju 6 veta jeni 4 uran? 6 veta jeni në fshat se kaq keni ngelur. 4 uran të gjithë me njëri tjetrin. Pra, ku është këtu parandalimi? Ku është këtu le të themi ndërgjegjësimi që bëhet? A punojnë këtu? A kemi shërbime sociale ne? A kemi njësi për mbrojtjen e fëmijëve? Se marrin parat më. Drejt që e mori nga taksat tona. A kemi ne nuk kam parë deri më sot, edhe kam bërë disa herë thirrje Komisioni i Edukimit që të bënte një mbledhje në shkollën Fanoli. Çfarë ndodhi? Kemi këshill kombëtar të prindërshë. E diti që ne kemi këshill kombëtar të prindërve? Jo, këtë nuk e di. Ndjes, po tregojmë ignorant, po e them nuk e di që kemi ndruar ligji për këtë. Kemi mbledhur qytet 40 gra e burra dhe themi do bëjmë këshillin kombëtar. Dhe që në krye, di çfarë thot? Që në nënë e parë thot, koordinon punën mes ministrisë dhe problemeve që kanë prindrit. Ku është? Që se kanë parë njerë, ftojeni ju. Gjeni që ta ftoni njerë, ti thoni ç'a ke bërë ti kaq vite? Më thoni ç'a ke prandaluar ti? Çfarë ke bërë ti? Sepse ne ja vëm shkollës një pjesë, po harrojmë pjesën e më të madhe që kemi ne së shoqëri, sepse shkolla që të jemi realist 8-12 dhe ju të jeni. Jam shumë dakord, edhe ne kemi fajet tona, edhe ne si gazetarë se nuk duhet të kujtohemi vetëm sot në 7 mars flasim për mësuesin. Ne një ditë kujtohemi për mësuesit. Çfarë shëmbush ka sot në figura publike, sepse po shija, domethënë kam parë shpesh lajme të artistëve të huaj që kontribuojnë nga pagesa e tyre, çon si kasi e bën jetën të shturës, po i futim me tyre, pra kontribuojnë në qendra sociale, në shkolla. Këtu s'kontribuon aty u thash unë para. Ke parti ndonjë këngëtar shqiptar që i dalin lajmet që ka 20.000 euro natë si koncert të thotë, "Ore, sot un po i çoj 10.000 euro tek shkolla Kosova, po i çoj në Korçë. Ore po, ku diun, po restauroj ca dritare në një fshat të humbur të Pukës, ku diun." Po marrim rastin e Rihanës? Po. U rënua ahitin e Tërmetit? Okej. Përveç 5 milion dollarëve që dha, donacion, shkoi vet, mori arkitekt, mori të gjitha, rindërtoi shkollën ku kishte qenë ajo dhe prindrit. Me 1.3 milion dollar. Po rindërtim, që i ndë një vet, derisa e mbaroi. Po pra, a ka figura frymëzuese ky vend? Zero. Ku janë? Po mirë, më fal. A keni qenë ju kujtohet rasti, duhet keni qenë se mua më kujtohet shumë mirë. Keni qenë në Kavaj që e ndoqën mbrapa dhe ju hodhën në përtela kryetarin e bashkisë për një pyetje? Ju mbahet mend, rasti juaj ishte. Të tjerët dolën me vrap dhe qanin, dhe pastaj pam listën. Ata kishin marrë 350.000 euro, mrekullish. Ku se ti kishe për detyrë si gazetar. Tani ky është ndryshimi, mo zotri. Ti vete
Ti vete për të marrë lajm i rihesh, unë vete marr parat dhe rihem për atë pastaj. Pa e ditur fare. Dhe kur I thoshe, ju kujton që I thoshte, ku janë figurat frymëzuese? Figura, a more ti më fal. Shkrimtar, artist, arkitekt. A more çmimet më të mëdha? Po ju jap një shembull. Nipi tim ka qenë në Greqi. Okej. Dhe pedagogu I tij fitoi çmimin në Bashkimin Evropian, fitoi çmimin e karrierës, ishte një për moshën 40 vjeçe. Okay. Dhe I tha ai, lajmi më I madh është për ju pse? Mora 254.000 euro që do t'i ndajmë bashta në kërkim shkencor. Pra ai do t'i ndante me studentët e vet. Ky është lajmi më I mirë për ju. Jo për mua. Sot, në qoftë se unë dhe ju do të shkojmë të japim jo aq, po sikur a ke parti të ndajnë 10 libra, vetëm dies pas Ina Kasimati, ndërmori një fushat dhe më tha e shketa kur I dash ca libra unë, asnjë s'ma afroi, tha, e mbylla fushatën. Mblodha vetëm tha, e disa kishëm mbledhur 27 libra. Unë s'po them fare kontributin tim se nuk dua, se nuk të tregohet, se ishte kontribut modest. Mori vetëm 27 libra në shkollën Çajupi. Të lutem, ma bëj dhe mua si kritik, me kush janë figurat më frymëzuese që të edukojnë dhe këta të rinj që ne t'i kemi mundësinë më shumë t'i ftojmë në media se ndoshta dhe e kemi harruar. Menjëherë pas reklam. Ana ndryshe nga ditët e tjera ku shumica të temave kryesore janë lifestyle dhe showbiz, sot mbetemi tek socialja se është mirë ndonjëherë që të ngrejmë këmbanat e alarmit. Zoti Mehmeti, po bëj një pyetje ndoshta idioteske në duke, por kush e kupton? Ka faj sot një I ri kur thotë që unë më mirë po iki jashtë, po merrem me drogë, edhe pasurohem shpejt. Jo, nuk ka faj. Nuk I ofrojnë gjë. Po të shohim marr në konsideracion sepse çdo gjë vjen nga vullneti politik. Për të rënë fare shkurt. Ne u deklarua këtu program qeveritar, jo premtim elektoral, që thanë do ta bëjmë 5%. Do bëjmë këtë dhe do bëjmë atë, ne sot e kemi 2.4%. Bile, për një uri të dëgjuesve tuaj, po jap dy fakte që janë të tmeshme në gjykimin tim. I janë hequr 2 milion euro arsimit në datën 20 dhjetor për t'i çuar te inceneratorët. Edhe atë pak buxhet që ja dhanë në nëntor, ja hoqën në dhjetor, në datën 20 dhjetor. Më shumë tek se sa shifrat, se do të thënë në kaq minutar sa kemi, shkojmë pak më thjesht tek publiku. Që të kuptohet, ne nuk kemi fuqi financuese për arsimin, që do të thotë paga, laborator, kushte më të mira për nxënësin, transport. Po I bie shumë shkurt. Po të vemi tek panairi I punës në Athinë. Ne kemi pjesë më të madhe pothuajse të emigrantëve në Athinë, në Greqi dhe në Itali, apo jo. Greqi, Itali. Po si më do të dalësh ty si kryeministër dhe ti thuash çfarë punë bën shofer, hajde në Shqipëri se merr 1.200 euro. Po shumë mirë, motivim është. Shumë mirë, po pse s'ka pe një mësues ti thuash hajde se do marrësh 1.800 euro. Pse s'morë një mësues? Ndërkohë që ti mësuesve në Shqipëri, sa paguhet një mësues në Greqi? Paga shumë. Në Greqi është në varësi, por rroga mesatare është 2.200 euro. Mesatare 2.200. Mesatare është 2.200 euro. Në Shqipëri, rroga mesatare pa lesh thotë 900 euro, se kjo është gënjeshtër e madhe, se ajo është bruto. Shqiptarët kuptojnë atë që sapo më thatë ju, popullor që sa çon në shtëpi. Po, sa çon në shtëpi. Në shtëpi ata çojnë mesatarisht 625.000 lekë mesatarisht. Kaq pak? Aq pak. Po këtu po je mësues me 30 vjet punë, shkon në maksimumin tënd, 600 euro nuk dalin as për karburant edhe kafe. Në maksimumin tënd, po je mësues me përvojë, pra që ke kaluar 20 vjeçarin, ke marrë mësues mjeshtër, pra ata që e kuptojnë, do marrësh 780.000 lekë në gjimnaz, sepse ne bile që ta dini ju, sanitarët në QSU marrin 520.000 lekë, edukatorët e kopshtit që janë me arsim të lartë 3 vjeçar marrin 480.000 lekë deri në 530.000 lekë të vjetra. Po dëgjoj. Një njeri, kështu që ai do shkojë jashtë shtetit dhe do bëjë kështu, që të shkojmë pak më mirë te publiku. Ajo zonja e QSU-s me të drejtë mund të thotë, po dëgjoj zoti Mehmeti, unë lodhe më shumë se edukatorja. Se jam gjithë ditën me shtup në dorë, pastroj sekrecione, pastroj plura, pastroj. Po një ditë po të marrim këtë me që është. Po bëj avokatin e djallit në këtë rast. Po bëj avokatin e shqiptarit. Një ditë të bukur ajo e thyen në shtupën edhe thotë s'kam. Më silli shkoptori dhe detergjent se bëj. Kurse unë do pres fëmijën në orën 6:30, se ta sjellësh ti dhe në 6:30 sa hapet kopshi. Do të pres, do kujdesen për të që ti zgjidh këpucët, të mësoj si lidhen këpucët, të mësoj si ta haj, të mësoj si të pi, të kem kujdes se mos kapen me lapsa, me shokët. Jam unë që vazhdoj dhe I jap edukatën më të madhe se kam në ora 7 deri në orën
16 dhe 17 aty, i mësoj si të haj, si të pi, si të shkoj në tualet, si të mbaj higjienën dhe jam unë që i mbaj dorën dhe i mësoj shkronjat e para. Dhe mos harrojnë një gjë, pavarësisht respektit që kam për të gjithë ato që thatë juve, këtu duhet matur dhe ajo që tham, investimi që ti ke bë. Zonja ka mbaruar maksimumi 12 vjet, unë kam mbaruar 16 vjet shkollë. Dhe ja kam e para, e dyta, dhe po i përkushtoj atë që është pasuria më e madhe e çdo njeriu, që është fëmia. E dini ose momenti që ka shqiptarë që thonë, "Ha mos çfarë bëjnë këto mësuesit, ta ankohen kot, në zyrë po 3 muaj pushim, 3 muaj pushim, shtunë s'ka diel problem, pushim, festa pushim, po. rehat janë, shkojnë në 9 ikën në 2. Po. Në rrinë gjithë ditën në... Po kush e ka ngarkesën psikologjike sociale? Mos harroni që mësuesi në pjesën më të madhe ose mësuesi shëndet, mësuesi shumë i mirë dhe i përkushtuar është ai që e bëjnë shumica, them unë, që hedhin sa dalin nga shtëpia, heqin nga shpatullat gjithë hallet e familjes dhe mbajnë mbi shpatulla hallet e fëmijëve të tjerë, sepse janë të përkushtuar për të marrë me këtë punë. Shiko, unë i kam thënë studentëve të mi dhe i them gjithmonë, nisuna përvoja. 2 janë profesione, bile janë misione, në të cilat ti duhet të kesh dashuri të punosh me njerëzit. Arsimi dhe mjekësia. Ato nuk janë profesione, janë misione. Pavarësisht se njëra është të sjell pak më shumë pasuri se tjetra, siç është mjekësia, jo në kuptimin e ajdulllok, po në një kuptim që është një profesion që dihet, që ti mund të hapësh edhe klinika private etj. Por unë i them këtë, që thatë ju çfarë bëjnë. Përpiquni të bëni 2 gjëra, sepse ja tek arsimi fillor, shumica arsimi fillor, kurse edhe studentë e arteve janë në përgjithësi tek arsimi në vjeçar. Por e ç'bëhet nga artet njëra? Ka më artista të rinj ky vend? Ka, shumë të mirë, shumë të mirë. Kanë interes? Kanë interes dhe unë do që ndjek gjithmonë se studentët më japin mundësinë, më japin ftesa që të ndjek, jo më larg se një javë më para, ishte një shfaqje shumë e bukur Samsara, ku luanin aktor shumë të mirë si Niko Dera e Merall, që jepte faktikisht se dhe mua me erdhi mirë sepse më kam ftuar në shumë, po kam parë 2 që sjellin nga e kaluara. Pra, po ndërgjegjsojnë, është një brez që po ndërgjegjson nga e kaluar, si ka qenë e kaluara jon, që të mos e idealizojnë të kaluarën tonë, po të tregojnë dhe të metat që ka pasur e kaluara jon. E ke parë këtë gjestin? Kështu si në TikTok, në Instagram, vdesin të rinj për këtë. S'para që të jem realiste dhe nuk duhet t'ju fyej, po nuk para. Jo, nuk është fyese fare. Do të thënë nuk e ndjek këtë nuk e marrin për keq. Si emision, pavarësisht se i më shoqë është pak më jo e ndjek bikurin, po dhe më tregon. Vdesin shqiptarë për këtë gjestin, e ke parë mbarojnë. Po patjetër, ne këtë kemi, domethënë ne nisemi nga ideja e atij që bën show dhe bën të rreqin njerëzit për vete. Më fal, nuk e di, po keni ndjekur një lajm. E ka dhënë televizioni çon si ka. Top Channel se një tjetër thoshte dhe më bëri përshtypje. Në Brazil, që Brazili ju e dini problemet e mëdha që ka. Brazili kishte vënë ligj në të cilët kishte paraqitje në videoklipe me armë, me skena të forta, me skena krimi, seksuale, dhune e kështu me radhë. Sepse po keq mësojmë me modele të shëmtuara, thoshte të rinj. Po keq mësojmë të rinj me modele të shëmtuara. Tu vazhdojnë e bëhen. Dikush që nxjerr, domethënë, të mbathura si për tutave, dhe dikush që e vesh një çik më shtrembër atë kanatiere në shumë më i klikuar se ju më. Po. Shko nesër ti dhe dil sot me këtë paraqitje që ke, nesër lyej flokët me Leila, të siguroj ju që do kesh më shumë klikime se sa sot. Ta siguroj unë këtë. Dhe në vendin tim, ftoj një në lagja time, të biu një në një lagja time dhe do kesh më shumë klikime. Po. Sepse njerëzit thonë, "A më shna duhet më varja më thot, kush pa hajër na mësimi?" Që të themi troç, kush pa hajër nga mësimi? Më trego kush pa hajër nga mësimi. Ne e themi me mburje. Thot, historian i madh, profesor Kristof Rashi, po vdiq në 57 metër katror. E çfarë? Ky është turpi i shoqërisë. Ti e thua me mburje këtë? Ky është turpi i shoqërisë. Turpi i shoqërisë. Unë nuk dua një ministër me mballoma. Dua një ministër të mirëpaguar, ama në fund, dhe nuk më duhet fare është zotëria apo zonjë. Mua më duhet si ma menaxhon jetën time. Si e bën jetën tonë më të mirë.
si ai na çon neve ose na orienton në një ekonomi më të mirë. Ne po flasim për turizmin. Më thuaj mua sa të rinj duan të punojnë në turizëm. Që të punojnë, që ta kenë profesion atë. Ja po ju them mua, te televizioni Top Channel e kam parë. Doli kryetari, po them se ishte një djalë shumë i orientuar dhe i strukturuar. Ishte kryetari shoqatës së bareve dhe restoranteve. Dhe tha vjet në mos gaboj. Ne tha na duheshin 20.000 veta tha. Që të përmbushim se i than ta shërbimi dhe këto. Shkurt fare. Na duheshin 20.000 veta. Kishim vetëm 12.000 veta dhe ata punonin me orar të gjatë. Çfarë prisi ju tha? Do prisi që të kesh shërbim të mirë? E qartë. Në qoftë se unë ju lë në radio, juve tani, ju lë dhe një emision tjetër, te emisioni e tretë ju do thoni atë lutem. Bo se s'ka më, se radio s'është të flasësh, është dhe krijimtari. Është kreativitet. Nuk është punë të vrarësh. Është kënaqësi, është komunikim, është dashuri për publikun. Kështu është edhe puna e mësuesit. Është artë, është komunikim, është dashuri për nxënësit, është tolerancë. Dhe në fund, çfarë themi ne? Një ditë që kanë mësuesit, çfarë morën mësuesit? Po mirë, 364 ditë, kush kujtohet për mësuesit? Që nuk marrin as shpërblim në fund vitit, që nuk marrin as bonuse, që nuk marrin ulje kredie si në botë, që të ulet kredia. Je mësues, ulet kredia. Përfitoni ju nga kredia e but? Jo. Nuk përfitoni. Jo, fare, zero. Zoti Ermeti, do doja ta zgjasim këtë bisedë edhe për ja 2 orë të tjera, por media siç ka të mirat ka edhe të këqijat e veta. Gjithsesi, ky është takimi jon i parë. Ju doni i vëmendsh të më ftoni sërish. Jo të ftojmë sërish, por me shumë kënaqësi se unë vura red në fakt edhe DJ-n që po të dëgjonte me shumë kuriozitet dhe kam përshtypjen që kështu na kanë dëgjuar edhe ato nëpërmjet radios. Gjithsesi unë mendoj që ka ca njerëz të hajrit ky vend. Edhe unë isha shumë i kënaqur që ju ma bët këtë ftesë dhe ju ktheva më një përgjigje pozitive me shumë kënaqësi. Falenderoj shumë që ishit në program dhe pavarësisht gjithë pakënaqësive, komplimenta ty dhe kolegëve tuaj për këtë mision kaq të bukur në jetë që është. Edhe unë gjej rastin që ti uroj gjithë të mirat dhe të shpresoj shumë sepse në fundi shpresa na ka mbetur që dikush të vë, si thuaç, të vëmë në këto që themi dhe le të hapim një debat kombëtar si mund ta bëjmë arsimin më të mirë për fëmijët tanë dhe për një shoqëri më të mirë. Kështu përfundon dhe ky program për ditën e sotme. Unë ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen e treguar deri në këtë moment. Ju që na keni humbur mund të na rigjeni në YouTube. Unë ju uroj një super fundjavë të këndshëm me diell. Takimi jon i radhës do të jetë ditën e hënë në orën 10 këtu në Top Albania Radio. Deri atëherë nga Wizy DJ dhe nga Ronaldo Sharka, fundjavë të bukur.